Çka kërkoi Edi Rama në Santiago Bernabeu të shtunën? Kryeministri i Shqipërisë ishte i pranishëm të shtunën në Madrid, ku ndoqi nga afër ndeshjen e Real Madridit përballë Villarealit për krah presidentit legjendar të klubit madrilen, Florentino Perez. Pas ndeshjes, Rama zbuloi edhe arsyeën e vizitës së tij në kryeqytetin spanjoll. I privilegjuar nga mikpritja presidenti legjendar të Real Madridit, Florentino Perez, në stadiumin Santiago Bernabeu, ku folën për sjelljen në Shqipëri të shkollës së futbollit dhe universitetit të sporteve që janë krijuar e mbështeten nga fondacioni i klubit prestigjioz spanjoll. Në komente, shumë tifozë kanë përgëzuar për këtë nismë. Urime për bashkëpunimin me mbretërit, të lumë gjigant, po e arrite. Urime dhe shumë suksese për bashkëpunim në të ardhmen, ju prifte mbara. Me këtë projekt, Shqipëria i bashkohet vendeve të tjera të rajonit si Bosnia, Kroacia, Serbia dhe Bullgaria, të cilat tashmë bashkëpunojnë me fondacionin e Real Madridit për zhvillimin e futbollit bazë dhe edukimin përmes sportit. Shënjestër.net